Hakmarrja dhe gjakmarrja janë fenomene të vjetra, të lidhura ngushtë me traditën dhe rregullat në kanunet shqiptare, veçanërisht në kanunin e legdugaçit. Ato lindin kur një familje kërkon të marrë gjakun, duke u hakmarrë ndaj familjes tjetër. Ky fenomen ka krijuar konflikte që zgjasin me vite, e ndonjëherë zgjasin edhe ndër breza, duke detyruar familjet të ngujohen nga pasiguria dhe frika. Një nga pasojat më të rënda është ndikimi i kësaj dukurie tek fëmijët. Ata rritën të izoluar, duke u privuar nga një fëmijëri normale. Ata nuk mund të lozin, ata nuk mund të shkojnë në shkollë dhe ata rriten me frymën se një ditë familja e tyre do marrë gjak. Megjithatë, koha ka ndryshuar, madje edhe mënyra se si realizohet një hakmarrje. Në ditët e sotme, dëgjojmë shpesh se konfliktet zgjidhen përmes vrasjeve me pagesë. Duke i lidhur këto akte jo vetëm me traditën e gjakmarrjes, por edhe me aktivitetin e grupeve kriminale. Kjo theksohet edhe në raportin e publikuar nga SPAK në vitin 2025, duke nënvizuar se vrasjet me pagesë lidhen me hakmarrjet dhe me konfliktet mes grupeve kriminale, të cilat ndodhin brenda dhe jashtë vendit. Por si ndikon ky fenomen në psikologjinë e të miturve? Çfarë parashikon kanuni për gjakmarrjen dhe si rritën këto fëmijë në hijen e këtij fenomeni? Përgjigjen do na japin ekspertët. Marrja e hakut edhe gjakut është në kodin zakonor shqiptar, kanuni edukoi që në fëmijëri. Që sa po mësonte fëmia, mend dëgjonte se çfarë duhet bëjë dhe se si duhet sillet në jetë sa po dalin nga dera. Nëse dikush, një fëmijë apo një moshë e re, merrte gjak, sigurisht nuk mund ta bënte atë pa u konsultuar brenda hierarkisë së vendimmarrjes. I bien më shumë të re, por përgjithsisht shoqëria nëse merr gjakun ashtu siç duhet, shoqëria respekton. Në këtë rast, fëmijët janë përjashtuar e gratë. Nuk mundesh, ashtu si edhe disa persona të veçantë me cilësi të veçanta, siç kanë qenë mjeshtrit, kanë qenë këngëtarët, janë përjashtuar. Por gratë e fëmijët nuk janë përzier kur në kodet detyruese për gjakmarrje. Problemi është se futja në lojë e trinjve të fëmijëve ka qenë akt shumë i rëndë, antikanonor. Përfshirja e trinjve, së pari vin nga mendësia e deformuar nga shoqëria, e traditës, nga gjyshi, nga familja, që duhet marrë gjaku dhe haku, sepse realisht ato kanë një të drejtë të mendojnë që shteti s'ekziston. Fëmijët që po rriten në familje të përfshira në gjakmarrje shpesh izolohen edhe nuk kanë mundësi të bëjnë një jetë normale si fëmijët e tjerë, të shkojnë në shkollë, edhe të kenë edhe një jetë sociale. Donim të të pyesnim se si ndikon kjo në psikologjinë e tyre dhe si rriten këta fëmijë. Në fakt, ne gjithmonë themi që loja është një element shumë i rëndësishëm për rritjen dhe për zhvillimin e fëmijëve. Dhe në momentin që kjo pjesë e lojës mungon, fëmia nuk ka mundësi që të angazhohet dhe të kuptojë rregullat me të cilat duhet sillet në ambientin e jashtëm. Përpos kësaj, a kemi elemente të tjerë? Patjetër që po, sepse loja nuk është elementi i vetëm. Është socializimi dhe ndërprerja e marrëdhënieve të cilat kanë të bëjnë me botën e jashtme. Sepse kemi fëmijë të cilët ngujohen, fëmijë të cilët nuk e kuptojnë arsyen pse. Dhe në këtë lloj konteksti kemi një vdekje sociale dhe një paragjykim social në lidhje me këtë kategori të fëmijëve. E gjitha kjo ndikon sepse fëmia percepton rrezikun dhe kjo pjesë e rrezikut bëhet pjesë e jetës së përditshme, njësoj si buka që ha çdo ditë. Pasojat janë shumë dimensionale. Patjetër në momentin që perceptohet se ka një rrezik, edhe trupi ynë nuk funksionon siç duhet funksionojë në gjendje normale. Një djalë i cili rritet me frymën e marrjes së gjakut, i cili rritet me frikën që duhet të jetë i mbrojtur gjatë gjithë kohës, zhvillon edhe ato elementet e mosbesimit. Dhe e gjitha kjo ndikon negativisht edhe në shfaqjen e elementeve të paranojës. E shpeshherë kemi dëgjuar që ka edhe vrasje me pagesa. Mos është kthyer në këto kohë të sotme gjakmarrja dhe hakmarrja në vrasjes me pagesë? Vrasja me pagesë ka ndodhur dhe në kodet zakonore. Kur një familje nuk ka mundur ta marrë gjakun, është detyruar ose i ka kërkuar dikujt, i ka thënë në emrin tim do të bësh të vrasje se më duhet të marrë gjakun. Marrja e gjakut ka ekzistuar edhe nëpërmjet, si thua, kësaj forme. Ne thamë që bota jashtme nuk vjen më tek fëmia, por ndërkohë të mos harrojmë që vjen një tjetër botë, që është bota e ekraneve.
Në momentin në cilin fëmijët e ngujuar shohin që bashkëmoshatarët e tyre vazhdojnë të luajnë, vazhdojnë të eksplorojnë, vazhdojnë të vizitojnë, të lëvizin dhe i shikojnë këto nëpërmjet rrjeteve sociale dhe modeleve që paraqiten në to, sigurisht që dëmi vjen akoma dhe më i madh. Një fëmijë i cili është i ngujuar nuk ka shansin, nuk ka mundësinë që të dalë përtej atyre dyerve të shtëpisë, e cila tashmë është kthyer në një burg, por me çelës i cili duket sikur është hedhur në fund të detit. Pra, ti kalon edhe në një krizë të identitetit tënd, një individ i cili nuk ka zë të mbrojë as veten e vet dhe as të thotë që unë jam ky që jam. Ka shumë punë për të bërë në këtë drejtim.